Mendimin e regjis do shifnin në ekranin e madh të studios një foto që është e njohur për shumë kënd, është një pikturë e famshme Leonardo da Vinci, quhet Darka e fundit. Është një pikturë me motive biblike, me motive më saktë të marra nga Testamenti i Ri. Darka e fundit është darka në të cilën Jezu Krishti u tha apostujve që njëri prej jush, në harkun e një kohe të shkurtër, në harkun e pak ditëve do të më tradhtoj. Dhe në fakt pas pak ditësh u morë vesh se kush ishte njëri prej tyre që do ta tradhtonte. Ishte Juda. Këtë pikturë Da Vinci e ka bërë në vitet e fundit të shekullit të 15. E ka bërë me porosi dhe me financimin dhe nën kujdesin e Sforcës, Ludovico Sforza, që ka qenë duka i Milanos në ato kohë, dhe i ka bërë për të qenë një murale në kishën në një manastir me emrin Santa Maria delle Grazie, që ekziston edhe sot në Milano. Da Vinci ju deshën shumë vite për ta bërë këtë pikturë. Çuditërisht ju deshën shumë vite, 4, 5 apo 6 vite. Dhe për shkak të kësaj vonese, abati i manastirit në fjalë, i ditë për ditë i dërgon një letër, ku me një ton pak zëmërak, i thot, maestro, ç'është kjo vonesë? Ne na duhet muralja, cilat janë arsyet e vonesës. Da Vinci i përgjigjet me një letër gjithashtu, në cilën fillimisht e informon mbi arsyen pse po vonohej. I thot pra që unë pikturën e kam mbaruar, po më ka ngritur vetëm portreti i Judës, sepse nuk po gjej dot një model human për ta përdorur pra si fytyrën e Judës. Por i zëmëruar sigurisht nga tonet e abatit në letër i thot, por në qoftë se do ta shoh keq, nuk është çudi që një ditë të marr fytyrën tënde dhe ta përdor si model për Judën. Kjo është një anekdotë e vogël. Është një anekdotë tjetër, një çik më e madhe, një çik më pretencioze, e famshme dhe kjo, si anekdotë. Dhe anekdota thotë që Da Vinci, anekdota konfirmon, si thua, mundimin e Da Vinci për të gjetur atë fytyrën humane që do t'i parafrohej modelit që kishte ai në kokë, apo si thua, për fytyrimin që kishte ai në kokë mbi fytyrën e Judës. Da Vinci në automote në fund të shekullit 15, pra i ra Milanos kryqëtërthor, rau mirë edhe periferitë e Milanos në kërkim pra të fytyrës së Judës. Dhe pa rezultat. Derisa një ditë për ditësh, shef një kloshar, diku në rrugë të Milanos, një të pisë, në mjekër, njëri pas 3, lypës. Dhe i thot, zotëri do të vish me mua, do të vish sepse më duhet, ti më duhet të pozosh, fytyra jote i shkon shumë mirë portretit të Judës. E merë, e qonë atje ku po punonte, dhe teksa po punonte, pas pak minutash e kapi një asociacion familiariteti me fytyrën që kishte përballë, me fytyrën e klosharit. Dhe i thot, ne bashkë njihemi? Kloshari thot, po si njihemi, ku, në Shrethana? Jemi takuar dhe një herë tjetër, i thot lypsi. Jemi takuar në këtë vend ku jemi. Por atëherë ti më ke marrë nga rruga, më ke thirrur, më ke vënë këtu të pozoj sepse do duhet fytyra ime për fytyrën e Jezu Krishtit. Kjo është anekdota që unë e tregova nga që më pëlqen shumë mesazhi morali i anekdotës. Më pëlqen shumë morali sipas cilit brenda nesh, brenda njeriu, brenda secilit për nesh, e mira dhe e keqja janë një gjendje simbiotike, shumë simbiotike. Kjo është ajo që do të thoja në fillimin e programit të Jamais Vu për sonte. Tani është radha e prezantimit të të ftuarit. I ftuari im për sonte është dikush që pyetes ime se a ka ndonjë shqiptar me të cilin do donte të pinte një kafe. I përgjigjet po, Ismail Kadare. Është dikush që ndër cilësitë e veta do mund të veçonte me pagës krenari natyrën e drejtë për drejtë. Është dikush që pyetje se a është mirë me qenë shqiptar, i përgjigjet, them se po. Nëse mu duk se u pa di pagës hezitim këtu. Është dikush që mendon se
do mund të vriste një njeri në ndonjë rrethanë ekstreme. Është dikush që pas kthimit nga Amerika i respekton semaforët gjithmonë. Është dikush që ndër gjërat që i pëlqejnë në Tiranë veçon shëtitje natën vonë në bulevard, natën vonë në bulevard. Veçon gjithashtu dhe zërin e ezanit, ndonë se nuk është besimtar. Është dikush që nuk mendon se është me fat. Është dikush të cilit i ka qelluar tek tokë të zihet me grushte. Është dikush që për herë të fundit ka qarë para 2-3 muajsh. I ftuari im për sonte është Erton Deda. Shumë faleminderit. Kënaqësi. Ngeli mendje një 2-3 vende këtu të prezantimit që bëra. Me Kadarin do ta pije i kafe për qef, Patjetër. Unë kam lexuar shumë nga librat e tij dhe mendoj që është diçka më shumë se e këndshme, që patjetër se kafe është kafe, kur themi hajde do ulemi të pim një kafe, nuk është kafe. Si metaforë të një bisede ose të muhabetit, ka shumë enigma që unë duke lexuar veprën e vet nga ndonjëherë dhe nuk i kam dhënë dot karar, kështu që do ishte bukur sikur ai të më sqaronte për një gjë. Ne me njerëzit që nuk i kemi takuar për arsye për një tjetër, ne krijojmë ca përfytyrime dhe pritëmëri të caktuara, edhe bëm vaki që ndonjëherë kur takojmë dhe na zgënjejmë, po Ismail Kadari nuk zgënjen po ta takosh, po ta takosh i ditë. Për këtë të garantoj unë. Okej. Një moment tjetër është është mirë me që shqiptar. Thua se po. Por nuk dhe nga ato përgjigjet, sigurisht që është mirë. Po, unë mendoj që nuk ka pse tregohemi kaq, le të themi, me shpatë në dorë, sepse jeta na ka mësuar ashtu siç e the edhe ti më përpara që ka një simbiozë të mirës edhe të keqes. Kështu që them se po, sepse mendoj që nga ato virtyte, nga ato karakteristika të qenurit shqiptar janë më tepër pozitive se sa negative, ashtu si çdo kom botë. Kështu që plus edhe pak ndjenja nacionaliste, plus edhe që unë jam duke jetuar në Shqipëri, kështu që kjo më bën që të ndihem shqiptar. Po me fat pse nuk je? Kjo është një pyetje që duhet të pyesim fatin, pse nuk ka ardhur ke unë. Jo, pyetja është pse këto arritje që ti ke realizuar, pse kështu si ti e gatuar, kështu si je, me këto talente, me këto cilësi, pse nuk e quan fati gjë? Po sepse fati nga ndonjëherë merret edhe në gjëra të tjera, nuk merret thjesht, domethënë, ti ke fat që natyra të ka dhënë këtë talent ose të ka bërë kështu. Fati shihet edhe në gjëra të tjera. Kur folëm bashkë për fatin, direkt më shkoi mendja tek gjërat që njeriu thotë, o sikur të kem fat. Çfarë janë këto? Sikur të kem fat fitoj një llotari, sikur të kem fat që unë të mecin gjithë punët për së dhe për një kohë të shkurtër unë të realizoj gjithçka që unë dua. Kurse mua më janë dashur vite e vite, kam kaluar, kam ecur shpejt, pastaj jam ngadalësuar, ka pasur raste që jam rrëzuar, pastaj jam ngritur prapë, kështu që mendoj që po të kisha pasur fat, ndoshta sigurisht gjërat më kishin shkuar akoma dhe më mirë. Si ishte puna që ke qarë para 2-3 muajsh? Ishte një situatë shumë e vështirë kur bërnim audicionet e fshehura të Voice Kidsit. Kishim një djalë i cili ishte me një fatkeqësi, ishte i verbër, nuk shikonte. Mirë po thjesht duke qenë formati që ne rrinim në karrige me shpinë dhe nuk e shikonim konkurentin, atëherë unë nuk e mora vesh që ky njeri kishte këtë problem. Kur kthehemi dhe ne nuk e zgjodhëm, faktikisht as unë as Alma as Altini nuk e shtypëm atë drejt butoni. Kthehemi dhe shikojmë këtë që fillon edhe qan. Fillon i vinë lotët. Nga mënyra se si qante më ka kujtuar Timbir. Edhe ishte një moment që unë jam djalë i fortë, nuk jam djalë që emocionohem shumë kollaj, sidomos para situatave që një njeri duhet jetë profesionist dhe ti mirë po ajo ishte skenë shumë e vështirë edhe më shpëtuan. Më shpëtoi dhe mua situata nga dora, faktikisht na shpëtoi të gjithëve, sepse përfituar të shikosh një krijesë aq të pafajshme, kush e di se çëndra janë thyer në shpirtin e atij djali për atë moment dhe thua me veten time është, domethënë aty ka qenë një nga momentet që unë kam urryer me plot gojen atë punë që bëja. Mirë atëherë, të ndami nga për ata që janë kurioz, Juda është i katërti, duke filluar nga e majta,
është Juda, pastaj është Pietri dhe pastaj Gjoni, ajo që ngjan si vajzë, edhe me cilën Brand Downi ka lozu dhe libri vetë, që krijon dhe distancën në formë geometrike të kodit da Vinci. Okej, fillojmë intervistën me Elton Dedën. Fotoja e parë. Më duhet t'u them teleshikuesve që Elton Deda e ka pranuar lojën për kënaqësinë time, lojën e fotografive me idenë që nuk donte t'i dinte fotot. Kështu që fotot që janë këtu janë surprizat e për Eltonin. Kjo është fotoja e parë. Wow. Nëse do ketë një foto në rrugë sipër që nuk të ngroh shumë, edhe mund t'i kalojmë, mund t'a bypassojmë. Jo, absolutisht, kjo është shumë e lezetshme. Nuk e di, kitara njerë është një imitacion i Gibsonit famshëm amerikan, po që duket qartë që nuk është Gibson, por është Epiphone. Gibson është mark? Po, është një mark kitarash famozët, cilët kanë lujtë shumë... Absolutisht, kanë lujtë shumë kitaristë më dhe njëri për tyre dhe vetë Jimmy Page ka qenë kitarave të preferuar. Dhe kjo që shtrihesh tani dhe ka vënë dorën poshtë kitarës. Nuk e di, gjithë foto jep një lloj afrimiteti të humanit me një copë dru. Fundit kitara është një copë dru i cili gdhëndet i vjen tela dhe në fund fare ajo arrin që triprodhoj tingull. Kjo gjithmonë në dorën e një njeriu. Më duket shumë në paqe, normalisht mund do ta konsideroja mbas një 2-3 orësh gjatë studimi, pasi duket dhe një telefon celular që është diku atje në fund. Edhe unë tani po e vëre. Me siguri ky i ka rënë kitarës, unë them që më ka shkëmbyer 2-3 mesazhe me shokët e vet ose baze me të dashurën, edhe pastaj i lodhur ashtu siç ka qenë, edhe mund ta ketë gënjur, i ka thënë unë kam shkruar diçka për ty këtë natë, po në të vërtetë ai mund ta bëjë në mëngjes. Dhe ashtu i dërmuar siç është nga stërvitja me telat ka rënë në gjumë. I ke pas momente të tilla? Në moshën e këtij djalit duket 15-16 vjeç. Po, ai është tamam një... Dhe këtu shet projektuar veten? Një teenager të projektuar veten. Unë personalisht këto gjëra më kanë ndodhur jo me kitarët, pasi unë nuk jam kitarist, unë kam studiuar për piano, dhe si vështirë është që të shtrihesh me një piano për të fjetur gjumë, por më kanë ndodhur me libra. Me libra? Po. Dhe normalisht një nga pozicionet e mi të preferuar kur lexoj, edhe tani, po dhe kur kam lexuar më parë, është kështu përmbys duke hapur librin dhe kishte raste që më vinte dhe gjumë. Një muzikant i mirë mund tjetë, mund mbetet, mund bëhet i mirë pa lexuar libra? Ka i lidhje simbiotike, të përdori prap termi simbios midis apo s'ka lidhje? Nuk e di, Muxhi. Për mua mendoj që një njeri erudit ose një avid i lexueshmërisë normalisht që ka shumë shanse që të rrisi atë IQ-n e vet, që të rrisi nivelin e tij dhe të rrisi ta çojë deri në përsosje. Normalisht që muzika, aq më tepër kur po flasim për këngën, që sot është mëse në mod dhe është 90% e muzikës është këngë, ajo ka lidhje me fjalët. Kështu që normalisht një muzikant i cili nuk ka lexuar gjë vështirë se mund të kuptojë duke shkruar ose t'i vi një tekst ose po çapo bëhet këtu, kurse një person i cili ka lexuar dhe në një farë mënyrë ka futur shumë informacion, ka thithur shumë informacion, është një shirit i cili ka mbledhur shumë informacion në literaturë, them që e ndihmon jashtë muzikant, nëse një këngëtar i mirë mund bëhet pa lexuar, apo jo? Një këngëtar i mirë mund bëhet pa lexuar, edhe një muzikant i mirë ndoshta mund bëhet pa lexuar. Unë po thoya se çfarë mendoj unë që mund ta ndihmonte atë për të përsosur. Normalisht mos harroni që kur është pikur bluzi, njerëzit kanë qenë analfabet. Bluzi i Mississipit, i deltës Mississipit, shumica e të zinjve që kanë luajtur blues kanë qenë analfabet. Kitara në tërësinë e veglave muzikore, është vegle fisme? Absolutisht. Është vegle fisme sepse edhe prejardhja saj është shumë e vjetër. Është jashtëmase popullore, po mbi të gjitha është vegle fisme sepse si ta them unë ty, ne kemi që në korat e lashta harpën. Dhe nga harpa kanë ardhur pastaj janë bërë liutët, janë bërë instrumenta të tjerë të kohës mesjetare dhe nga ato duke u përsosur ka ardhur kitara.
Puna është që gitara merr përdorim të gjerë. Dikur është luajtur muzikë klasike me gitarë. Është luajtur dhe vazhdon të luhet flamengo me gitarë. Kurse sot, kjo gitarë që është për shembull është gitarë elektrike, amplifikuar, që luhet rock, luhet pop, luhet lloj-lloj muzike. Sa piano është më e fisme akoma. Piano? Jo, nga jo joti, apo. Nuk e di. Nuk e di. Unë gjithmonë kam dashur që t'i bie gitarës, mirë po nga që jam marrë shumë me piano, ndoshta edhe nuk ka dalë koha që studioja gitarë. Kam dashur gjithmonë të bëhesha kitarist. E shoh shumë herë më seksi si instrument se sa piano. Po për njëri që di piano e për një muzikant formuar, të mësoj një vegël muzikore që nuk e di, është e vështirë njësoj si që për mua? Jo. Është pak më e lehtë, po nuk është e lehtë. Është pak më e lehtë. Foto tjetër. Do na duhet të ecim, ha? Çfarë mund thuhet për këtë foto, vetëm të admirosh këmbët e këtyre vajzave? Nuk e di. Më pëlqen fakti që you are blocked. I am blocked. I am not blocked. Gjithë puna është që nuk e di, nuk më sjell ndonjë le të themi ndonjë gjë të jashtëzakonshme, sepse konfiguracioni është i disave shumë sensual, i disave është më burror si ajo e fundit për shembull atje. Por shiko, format e femrave normalisht janë bërë për të admiruar, mendojnë nga çdo lloj mashkulli. Kështu që këto lloj fotografish them unë, mendojnë janë më të mira për të admiruar, për të parë ose një lloj ngopje dhe kënaqje syrit, sesa të më vënë mua që të mendoj se ç'a mund ndjej kur shoh. Është foto kiç, është foto 5 palkëmb. Është foto kiç, foto kështu vulgare, banale? Jo, absolutisht. Nuk ka për mua s'ka vulgaritet, sepse çdo gjë është e stilizuar bukur, është shumë seksi, këmbë gjata, por nuk më se më. E femër fizikisht që shef, ku shkon syri? Ku shkon syri mua? Po fillimisht nuk e di, shpeshherë kanë kritikuar edhe për shijet e mia, pasi nuk shkoj shumë për shembull mbas femrave që bëjnë shumë, bien shumë sy, kanë shumë aparencë. Por normalisht po ta lidh me këtë foto, do të thoja që këmbët janë një pjesë që unë i vëre, edhe mbi të gjitha veshje, si ta them unë ty, as e egzageruar, as shumë, as topless, as minifundet, shkurtra fare, domethënë për mua është diçka që në rast se këmba është e zbuluar deri pak fare sipër gjurit dhe është e veshur me shije, faktikisht ato e shoh më përpara. Pëlqejnë ke femrat kputucët me taka. Nuk para bëjnë shumë përshtypje kur janë me gjëra të sheshta. Po në planin jo fizik, çfarë tërheqet e femrat? Absolutisht, aty pastaj është një botë tjetër e cila nuk mjafton vetëm jamais vu për të folur, aty duhet shumë që të flasim në aspektin e moralit dhe në aspektin e formimit të një femre, sigurisht që ka shumë gjëra që mua më tërheqin dhe më mos tërheqin, le të themi. Por do të veçoja, një gjë do veçoja, e gjallë, shumë aktive, edhe jo e mërzitshme. Sepse nga ndonjëherë edhe rutina vetë njerëzit i vë poshtë, por ka femra që ja dalin. Para se të kalojmë të fotoja tjetër, që në fakt nuk është foto, janë sa imazhe filmike. Okej. Dhe unë dua ta përgatis pak mbritjen e imazheve filmike. Gangnam Style, të pëlqen? Absolutisht nuk jam fare në atë lloj gjë. Megjithëse nuk e pëlqen, unë kam sa imazhe filmike, është një koncert në Seul, në Korenë e Jugut. E ta ndjekim. E di që është Koran, jam informuar nga. Do inspiron. Okej. Regjia, edhe Doralinia 30 sekonda.
Jemi... Okej. Pamjet mund të rrjedhin në ekran. Po si. Nuk di, unë si që thash, nuk di nëse ishëm transmitim, por i zgjodha këto pamje, sepse reagimi turmës ishte një reagim, unë kam parë dhe koncerte të tjera, po këtu më duket një eksitimi i pasakont, apo ja? Nuk e di, unë nuk do ndajat njëtin mendim me ty. Edhe unë ashtu si ti kam parë shumë koncerte, unë sigurisht që nuk jam në këtë lloj rryme muzikore, përkundrazi, falni, përkundrazi nuk e, jo vetëm që nuk e preferoj, por nuk e dëgjoj fare këtë lloj muzike. E thënë shkurt më ngre nervat dhe ma caron jashtë masën. Sepse është shumë rutinë, është shumë monotone, ka vetëm një beat, rrallë herë futen muzikant profesionist të vërtet që shkruajnë kështu lloj muzike, se zakonisht bëhet nga DJ dhe nga njerëz të cilët mendojnë duke pasur një lloj eksperience ndër vite mund të bëjnë edhe muzikë, po që të luash muzikë dhe të kompozosh muzikë për gjithë njerëzit, kjo duhet jetë qartë që janë dy gjëra diametralisht të kundërta. Unë koncerte të tilla për shembull kam qenë koncerte rocku, të cilët absolutisht kam parë një turm super të egzaltuar. Kjo normalisht që është muzikë diskoteke, është muzikë e cila ka gjithmonë afinitet me plazhet, ka gjithmonë afinitet tip Ibiza style, e ke parasysh? Domethënë njerëz që janë thjesht për arktim. Pra, nuk është puna se kjo muzikë shijohet duke e dëgjuar. Kjo muzikë thjesht shijohet duke u hedhur, duke kërcyer dhe thjesht duke mbajtur ritmin. Ndryshe nga format e tjera, nga zhanret e tjera, siç është rocku, siç është popi, siç është bluesi, siç është funk, siç është gjëra të tjera, të cilat normalisht edhe hidhesh, unë kam qenë në koncert me AC/DC, po ndërkohë dhe muzikat hyn, fillon bëhet e jotja, fillon interpreton secili sipas shefit vet, kurse kjo faktikisht ka një lloj uniformiteti fatkeqësisht si në muzikë, si në kompozim, si edhe në hedhjen e turmës. Kështu që nuk e di. Turma ka shije të gabueshme? Shiko. Një këngë që pëlqejet shumë, nuk e di, nga miliarda njerëz le të themi, nga 2 miliardë. Është një këngë që duhet injoruar apo nuk është e thënë? Nuk është e thënë sepse shihet nuk diskutohen. Shihet nuk diskutohen dhe ajo është me kohë. Është me kohë. Tani është koha e kësaj gjëje. Domethënë tani ka shumë, ndoshta njerëzit, unë kam thënë dhe herë tjera, ndoshta njerëzit janë lodhur duke dëgjuar filozofitë e Pink Floyd ose duke dëgjuar heavy metal të Iron Maiden, nuk e di gjëra të tilla. Kështu që njerëzit ndonjëherë kanë nevojë edhe të argëtohen në këtë pikë. Problemi është që kjo nuk thot në një gjë të madhe, poezitë kanë gjithmonë të varfra, repetitive gjatë gjithë kohës, përsërisin 2-3 rreshta, po këto vazhdojnë. Pra, nuk është ai mesazhi që duhet përcjellë muzika, them muzika e mirëfillt. Megjithatë, në rast se kjo turm mund të shkojë 1 miliard, 2 miliard, 5 miliard, kjo mund të pushtojë gjithë globin një ditë dhe gjithë njerëzit e globit mund të hidhen përpjet, kjo nuk do të thotë që 5 miliard njerëz kanë të drejtë prapë. Mund ta kenë dhe gabim. Këngën e bukur e përcakton mendimi sofistikuar i kritikës? Këngën e bukur. Këngën e bukur. Ti audiencën e përjashtove, a? Jo, nuk shikon, nuk po flasim këngën e bukur, se këngën e bukur e pëlqen çdo njeri. Këngën e bukur, kur është e bukur dhe sepse çdo njeri ka shpirt. Edhe këta njerëz që po hidhen këtu kanë nga një dram atë madhe, atë vogël, nuk e di, nuk është puna ime. Por këto kanë diçka brenda. Dhe normalisht, në rast se kjo muzikë, për shembull, dalin nga koncerti i këtij robi këtu, shkojnë në makinë dhe ndezin dhe dëgjojnë, nuk e di, një këngë të Nora Jonesit, dhe në atë moment ai është gati për ta dëgjuar, i thotë kjo është këngë e bukur dhe e dëgjon. Ky njeri që sapo është shkalluar nga bupa gjithkohës, mund të dëgjojë edhe një këngë jazz. E kupton? Domethënë, nuk është puna se përcakton audienca kush është këngë e bukur. A edhe kritikët, sado që të hidhen edhe thonë, për mua kjo është këngë e bukur, njerëzit thonë, vlla, ti mund të flasësh çfarë duash, mund të thuash kjo është këngë e shëmtuar. Unë kam shitur në iTunes, kam shitur 2 milion, 6 milion, 10 milion kopje. Unë jam 1 milioner dhe nuk më çahet koka për ty. Normalisht rregullat e shoqërive kanë ndryshuar, Muxhi, unë këtë shoh. Rregullat e shoqërisë kanë ndryshuar. Paraja është gjithmonë duke u bërë akoma dhe më e fuqishme, është duke u bërë një ligj i madh jetë, çdo gjë bëhet me para, kështu që dhe sot kërkesat e artistave janë ulur.
Nuk janë mo atë artistë që kërkoshin gjithmonë kualitet. Ky thot mjafton të bëj një diçka. Duket shumë moderniteti s'pëlqen shumë, a? Përkundrazi, mua më pëlqen, po në rast se kësaj do t'i themi modernitet, nuk e di se ç'mund themi për koncertet e Roger Watersit që sot e kësaj dite janë, nuk e di. Foto tjetër. Pa. Kjo ka shumë lidhe me mua. Ku e pas ke gjetur? Kjo ka shumë lidhe me mua faktikisht, sepse dhe unë duke qenë një dembel për sa i përket marrjes në konsiderat të lukut, të sistemimit flokëve, të mjekrës, jam shumë dembel dhe përgjithsisht kujdesem vetë. Do më thënë, në momentet që unë kam kohë në dispozicion që të mos dukem në për ekrane, në për gjëra, mjekra ime rritet shumë. Madje fillojnë kritikat nga gjithë shokët e mi jo, sepse ato gjithë jetës shumë ka njohur, po sidomos nga motra ime, e cila është shumë kritike dhe duke ditur atë pikën e dobët që unë jam komplet dembel për të marrë. Gjëra më thotë mua atë është bërë mjekra si kështu, si ai, pa përmendur emra, edhe duhet ta presësh. Dhe unë marr gërshërën edhe krërin dhe filloj dhe pres përpara pasqyrës në banjo. Normalisht që ja kam marrë dorën mirë, me thënë drejtën, mundohem të jem gjithmonë i vëmendshëm, mundohem ta pres gjithmonë në mëngjes, sepse fundit darkës, siç zakonisht ne mund të jemi edhe pak her pas herë, ndoshta mund kemi pirë dhe ndonjë gotë më shumë dhe në vend që të presim mjekrën, po presim në një copë mish, kështu që gërshëra duhet përdorur me shumë kujdes. Kjo zgjidhet definitive mjekra? Po kujdihet. Jo, kujdihet, po duke parë natyrën time, thash edhe një herë, shumë dembel për të marrë me t'ishte për mua, domethënë mund të kishe shkuar si Marksi. Do kalojmë në publicitet. Okej, ndërkohë regjia ne kanë nxjerrë një foto tjetër në ekran. Kanë nxjerrë një foto. Duket si e sajuar, por nuk është foto e sajuar. Jo, unë jam shumë i bindur që nuk është foto e sajuar. Fatkeqësisht është diçka që e kemi në Tiranë. Shumë për mua sjell më tepër trishtim se sa emocion. Domethënë ajo që përfitova kur e vure për herë të parë foton, ishte një lloj le të themi ty ndjesi negative që e mora. Pasi unë gjithë fëmirin time kam kaluar në Tiranë, kam lindur këtu edhe jam rritur këtu. Dhe si çdo fëmijë në atë kohë, kemi luajtur shumë edhe për taraca, edhe për taracat e pallateve tona. Për shembull, shpeshherë prindrit tanë lëvizte antena lart edhe jo shikoje pak, ktheje këtej nga Dajti, nga Durrësi, nga Okej, kështu që dhe normalisht taracat kanë qenë më të pastra, kanë qenë ato kupolat e oxhakëve, se atëherë ti e mban më shumë mirë që ishin gjithë me soba me dru ose me qymyr. Dhe sot kjo tregon, nuk e di, unë shoh domethënë që është e mbushur vetëm me depozita uji. Dhe faktikisht është një nevojë e njerëzve, sepse uji është një nevojë jetike. Kur ti nuk i jep dot ujë njerëzve, njerëzit këtu do përfundojnë. Do marrin, do vënë depozita lart që të kenë ujë, të lajnë nenët, të pastrohen, nuk e di, të bëjnë nevoja jetike. Po kjo lloj gjëje që mund të ishte zgjidhur shumë mirë në rast se ujësjellsi do funksiononte 24 orë dhe njerëzit nuk kishin nevojë të vinin gjithë depozita lart, tani janë mendoj vonë për t'u hequr. Ose ndoshta në këtë zonë akoma uji nuk ka 24 orë. Kështu që më dha atë ndjesinë negative, nuk e di, për mua taracat e pastra. Jo. Elton, ti ka qenë shumë vite në Amerikë, është element eksperiencë edhe që mund të ketë vjetur për shumë arsye, po
Edhe ke parë, si janë qytetet në Amerikë. Po. Edhe... Kam pasur fatin të shoh shumë qytete në Amerikë. Nuk di, nëse do të kërkoja të vlerësoja me notë Tiranën, po bazuar të ca kritere ato që janë normale në vlerësimin e qytetit. Nga 1 deri në 10, ç'a notë do të vijë Tiranës? Tiranës? Ma hiqet elementi nostalgjik, ose ti mund ta duash Tiranën edhe... Unë vazhdoj të dua Tiranën akoma. Por mu nuk ka shumë rëndësi në rast se pallatet janë të mbushura me cisterna, edhe nuk e di, edhe kjo korja e fasadës është hequr komplet dhe kjo duket më tepër si një lloj burgu i kohës së Enverit se sa si një pallat ku jetojnë njerëz. Unë prap Tiranën e dua. Kam përshtypjen që është një dashuri pa kushte. Kështu që mund të jetë dhe pjesë e nostalgjisë, po duke hequr pjesën e nostalgjisë, me qenë se më the. Dhe duke parë qytetet e tjera, po ta krahasoja me New Yorkun, me New York City, le të themi zonat që kanë pallate, pasi dhe Tirana ka periferi, ndoshta ka vila të bukura, dhe ato sot mund të jenë ndoshta duke u rregulluar, nesër pas nesër do bëhen shumë të lezetshme. Nga njishi me 10-ën, në rast se New Yorku do të jepja notën 7, nga qytetet tjera që kanë pa të botës, Tiranës do të jepja ndoshta 5. Po një mik i huaj që mund të vinë dhe këtu, do shkojë nga Tirana jote, apo do thoshe, wow, qytet i mirë? Po, në rast se ai miku im do hypte në për taraca shpish, ose do kapte pozicionin e këtij fotografit tënd që ka shkrepur këtë foto, sigurisht që ai do e bënte një wow, siç e bëjnë gjithë huajt, që thonë wow, mirë po ajo wow ngelet gjithmonë është një reagim i një personi i cili po shijon, i cili po habitet, apo i cili ka marrë këtë efekte negativ siç e mora unë nga kjo lloj gjëje. Në shumicën e rasteve të huajt kanë një lloj ngelen pak të surprizuar, dhe ajo me surprizën gjithmonë mund të luash. Më kupton? Domethënë nuk mund të jetë, mund mos jetë efekt negativ. Mund thuhet, wow, po për çfarë shërbejnë këto, edhe fillojnë pyesin edhe bëhen kurioz. Kurse ne i dim shumë mirë për çfarë shërbejnë këto, kështu që ka diferencë në këtë pikë. Çka ka gjë tjetër Tirana që të bezdis të ngre nervat? Që më bezdis, që më ngre nervat. Prish komfortin. Përveç se plurit që është bërë një refren i përditshëm që të gjithë e thonë, kjo nuk ka më nevojë që të komentohet. Megjithëse rrugët mundohen që t'i mbajnë pastër. Mua ajo që më bezdis është një lloj, mund ta them, me qenë se thash domethënë që mua pëlqen të jemi drejt për drejt, një lloj egërsie që kanë njerëzit. Një lloj egërsie në sjellje, një lloj egërsie në komunikim. Domethënë, për të marrë një fjalë të mirë mund të duhet një vit. Për të nxjerrë një pistolet mund të duhen 1 minutë. Domethënë, po ai person. Është shumë, janë shumë, nuk e di, janë egërsuar shumë, nuk kemi qenë në këtë nivel, po janë egërsuar jashtë. Edhe kjo nuk më pëlqen fare në qytet. Ti vetë ndihesh, ti je shqiptar brenda? Okej, je rritur këtu. Sigurisht. Unë kam marrë në shtetësinë amerikane, por prap nuk e kam hequr në shtetësinë shqiptare. Jo, në shtetësia dakord, po ndihesh ke vese shqiptare, ke cilësi shqiptare? Absolutisht. Mendoj që janë disa nga cilësitë që nga momenti në moment janë duke u zhduar. Megjithëse e reklamojnë shumë dhe thonë që po të kam dhënë fjalën, o burr, kam dhënë fjalën. Janë pikërisht ata njerëz që dalin nga fjala të paret. Kështu që unë mendoj që këtë kualitet e kam. Po këtu nuk jemi mbledhur për të folur për kualitetet e besës sime këtu. Thjesht domethënë më pyete se çfarë nuk më pëlqente, kjo është një nga gjërat e para që mua nuk më pëlqen. Mua më kanë thënë që ti ke pas një ëndër për të bërë pilot? Ma thënë sot mëngjes, nuk e dija. Le të ndjekim ca pamje filmike. Dhe pastaj kthehemi këtu mbas 3 sekonda apo 1 minutë.
Jo, s'janë MiG. Këto janë F-16 amerikanë. Gjatë kohës që ju të dashur teleshikues keni parë pamjet, Elton Deda po insistonte që janë MiG, pastaj në sekondën e fundit tha jo, më duket se s'janë MiG. Akoma je pasigurt? Jo, jam... Aso nuk e di, e? Jo, nuk e di, po unë them domethënë me aq sa i njoh avionët dhe nuk është se i njoh pak, domethënë lexoj vazhdimisht për ata. Pse ke akoma pasionin? Absolutisht. Domethënë unë në Amerikë nuk pata mundësi të bëja një shkollë pilotimi, sepse atje është më ndryshe, mund të merret dhe patenta për pilot. Se do doj, e? Po, absolutisht. Domethënë nuk e di, në ajër ndihem shumë herë më mirë se sa në tokë. Kjo është një gjë që unë e kërkoj të arri, po s'arri dot, unë në tokë ndihem më mirë. No, absolutisht. Unë në ajër ndihem shumë herë më mirë, kam udhëtuar shumë me avion, gjithë puna ime në Amerikë për 3 vitet e fundit para se të vija në Shqipëri, ka qenë çdo javë udhëtim. Nga New Yorku në Kaliforni, nga New Yorku në Texas, nga New Yorku në Minnesota, New York Tiranë unë e kam bërë shpesh, domethënë dhe ndërkohë që gjithë njerëzit janë në bobo, avioni, kështu unë mezi pres momentin që ai të ngrihet edhe të jetë në qiell. E shijoj 6 mase. Përfituro një avion luftarak ku shpejtësia është shumë e madhe, duhet të jetë akoma dhe më shumë qef. Me fjalë, po ta rifilloje jetën nga e para, mund të bësh edhe pilot, ë? Po ta rifilloje jetën nga e para, do kisha insistuar të bëhesha pilot ushtarak, jo pilot civil. Po mund të qëllonte ndonjëherë të shtypet në një buton edhe të hidhje preda. Po, sigurisht. Mund të qëllonte, po ndërkohë kur të vinte ai moment, sigurisht që unë do kisha marrë trajnimin e dur, do kisha bërë dhe përgatitjen e dur psikologjike. Definitivisht ta nuk janë MiG, janë avion amerikan. Pse u binde? U binda sepse hunda e MiG-ut është më e sheshtë dhe më e shtypur, kurse këta e kanë më të lartë. Që ka jap dëjtuar? Po. I kam djegur deri në modelet e fundit të avionëve ruse dhe amerikan. Izraelitët gjithashtu kanë avion shumë mirë. Foto tjetër? Apo do të flasësh akoma? Jo, mbaruam, boll tash. Tash ti mbeti vetëm. Unë kam zgjedhur këtë foto. Ti e ke zgjedhur këtë foto nga një koncert hip hop. Okej. Shpeshherë, shiko, ky është një model që unë nuk jam i bindur që kur ka qenë ato gjenezat ose hedhjet e para në publik. Po kam përshtypjen që ky lloj stili i të fluturuarit në publik ka qenë, mendoj, kur ka filluar lëvizja e punkut. Domethënë koha e Sex Pistols, e Ramones, e Clash e këtyre grupeve, e Lou Reed. Kështu që them që në atë kohë, pasi në atë kohë kanë filluar edhe turmat, duke u bërë më agresive, bënin me shpit. Me shpiti është kur një turmë e madhe njerëzish fillojnë jo zihen, por shtyhen me njëri tjetrin. Dhe sigurisht që edhe unë kam qelluar 2-3 herë nëpër turma të tilla dhe adrenalina rritet aq shumë sa që ata dëgjuan ti u gjuan dhe në fund fare mbas koncertit përfundon në shtëpi me blana të zeza. Fatmirësisht kanë shkuar gjitha mirë. Nuk kemi të dëmtuar. Ti mendon, ti je sigurt që një gjë e tillë vjen nga adrenalina ndezur? Absolutisht. Nuk ka si thua shëpton. Ja. Kuptohet që në rast se ti e shikon në një video, për shembull që është një video dhe ai hidhet në publik, ajo video është e menduar. Bota jashtë nuk bën video kot, edhe ne këtu nuk bëjmë video kot. Kështu që është një turm, ajo turm ka ardhur për të bërë këtë video dhe në atë moment regjizori thotë ti djali dashur, hidhu, këta do të presin. Unë kam rastisur tani se ka dhe gallata të tilla. Dikur në vitin 95, domethënë që nga 93 deri në 96 është bërë një festival i rockut, festivali i rockut shqiptar. Dhe unë kam pasur fatin të merrja pjesë që nga Thunderway, kur kam qenë me grupin, pastaj kur dola si artist solo me djemtë e mi që vazhdojmë sot e kësaj dite luajmë muzikë, dhe mbaj mend, nuk po e them emrin tani, po një miku im, muzikant i njohur, fantastik, duke kënduar me kitar, e kishte marrë ajo adrenalina e papar,
Dhe ishte një turm, si ta them unë ty, shumë e egzaltuar, dhe ishte poshtë. Koncerti u bën dhe ke piramida. Dhe salla poshtë e piramidës, vetëm pllaka, okej. Edhe ky do hidhen i tha. Hidhu, do hidhen. Po hidhen, po gjithë po e prisnin. Nga është turma magnetike. Është turma magnetike. Ky e lë gitarën dhe ato sigurisht ndodhi si ajo historia e Vodafonit, u hapën dhe ai doli me një krah të thyer nga koncerti se ra direkt në pllaka. Ata nuk e pritën. Pra, normalisht adrenalina e artistit është shumë më e madhe se adrenalina e një personi që po shikon koncertin dhe po e shijojnë. Normalisht që ne në atë kohë nuk e kishim kulturën për ta pritur artistin që hidheshe. Fatmirësisht dhe në atë periudhë ne kemi qenë çuna jo të shëndosh, kemi qenë shumë fit në trup dhe ishim të lehtë, normalisht dhe mund na prisnin. Ato zgjodhen që të hapeshin. Dhe kjo ndodhi tek piramida. Ndërkohë që edhe në vende tjera, sigurisht që mund të ndodhur, por përgjithsisht njerëzit e presin artistin sepse kanë dëshirë, ai qarkullohet, kalohet nga një dorë ke dora tjetër, kthehet në sallë, pastaj futet prapë në skenë. Unë Elton kam menduar gjithmonë që në skenë, në rast se koncertesh, po edhe në rast se koncertesh më të vogla, po modeste nëpër salla, është më i rëndësishëm interpretimi, fuqia interpretative se sa zëri si cilësi. E kam gabim, ha? Zëri duhet ta specifikosh, zëri si zërim apo zëri si vokal? Do të thonë zëri për ta ilustruar si foni, si speaker, si gjëra që vendosen apo zëri thjesht zëri i këngëtarit? Unë po ilustroj, ë? Po. Adrian Celentanon, me sa diun paktën, nuk e mbajnë për zë. Ka i zot mirë të bukur, po më tepër e mbajnë për karizmën interpretative. Okej. Në rast se do flasim për këtë gjë, shpejt e shpejt, jo për të sqaruar se ti jam i bindur që i ke rënë pikës dhe ti e ke në kokën tënde se Edhe pse ta bëj të pyetje se shoh me modernitetin, por ende gjithmonë më shumë drejt interpretimit, edhe më duket mua, sigur po lihet çik pas dore. Prandaj është edhe fenomeni sipas me, unë jam profan, i Gangnam Style-it apo. Është e vërtet. Por në botë dikur ka pasur kur them dikur, them vitet 50, 60, 70. 80s, 90s, pastaj sigurisht muzika u fut në kanale të tjera. Por në këto vite ka qenë një lloj serioziteti maksimum dhe të mendosh që ata njerëz eksperimentonin me drogat nga më ndryshe sepse ishte fillimi i lirisë, ne do të jemi të lirë, ashtu u perceptonte atëherë, sa më shumë droga aq më muzikë të bukur bëjmë. Çuditërisht kanë qenë shumë të menduara gjërat, kanë qenë shumë të sakta, kanë qenë shumë me interpretim. Kurse sot, çfarë ka ndodhur? Meqense sot nuk po ndodh më ai lloj fenomeni. Po ndodh që njerëzit janë të prirur drejt stilit. Pra, ose kanë stil, dhe ai stili është vjen një violoncel braktisur diku atje, këngëtari është paksa, domethënë në anglisht thonë loose, kurse shqipja është shpengur, i shkujdesur. Po, i shkujdesur. Ai është i shkujdesur, e merr me terezi, me qef, pra nuk është ajo. Kurse ka koncerte pastaj që janë shumë të organizuara, dhe këto koncerte sa më shumë kënga të jetë shitur, sa më shumë menaxher të kenë ardhur këtij personi, aq më të mëdha do bëhen, dhe sa më të mëdha aq më shumë organizim, aq më shumë kapacitet, aq më shumë skuadra nga mbrapa, njerëz backstage që të bëjnë koncertin. Aty nuk besoj që mund të ketë probleme të tilla, sepse aty të kpusin kokën pastaj. Domethënë nga më i famshëm në botë mund të fusin edhe në dhe, sepse ajo që njerëzit duhet kuptojnë dhe kanë përshtypjen që kuptojnë, është që artisti kur nuk do të jetë i lirë, derisa të ketë një menaxher ose të ketë një board i cili e kontrollon. Artisti kur nuk do jetë i lirë. Artisti gjithmonë do jetë një moment që do thotë, çfarë do bëj unë, dhe do marrë direktivat e fundit nga të tjerë. Sa do i mirë dhe sa do i hapur tjetë dhe sa do i lirë brenda shpirtit. Artistët që janë vërtet në sens të lirë dhe që nuk kanë pranuar kompromis, të jesh i bindur që kanë përfunduar me salla me nga 30-40 vjet. Dhe kjo skllavëria, si thuash, kjo skllavëria është pjesë e tregut. Mua personalisht, sigurisht një muzikant të zot, një muzikant sigurisht që e bezdis, por ka dhe gjë tjetër. Në momentin që kjo kompensohet me fama, baras, para,
ai artin prap ka për ta bërë. Nuk po e bën 120% ashtu si do ta bënte ai, po i jep 80-85%, llogaritë edhe firët nga anë tjera. Ky është një këngëtar i njohur apo jo? Nuk më thot gjë. Kam përshtypjen që mund ta njohin të tjerë, po unë jo. Foto tjetër. Para disa ditësh pati një vdekje në jo pallatin tim, në pallatin ngjitur me mua. Dhe nga që edhe fatmirësisht, po dhe fatkeqësisht ndonjëherë vesh të muzikantit janë shumë të mpret, dëgjoj një tingull të mbytur trompe. Jo trompë më saktë se sa flikorn, që është një lloj trompe, po është më e madhe. Po ishte shumë i butë. Dhe tashti veshi, unë aty jetoj, shtëpia ime është përballë një rrugë që rrihet shumë nga makina. Dhe thash, kush mund të jetë ky njeri? Ne nuk e kemi në kulturën e Tiranës që instrumentistat dalin në rrugë, t'i bien flautit, trombonit, kitarës, ose gjëra, nuk para dalin. Sa keq apo sa mirë që se kemi? Sa keq apo sa mirë se kemi në kulturë? Sa keq. Dhe thash me veten time, ndoshta dikujt i është tekur, ka marrë atë trompën edhe ka dalë edhe po i bie. Mirë po, i ra një dy nota të gjata dhe pushoi. Thash me veten time tani, o jam çmendur unë, o ekziston vërtet një njeri me një trompë poshtë pallatit tim. Si përfundim, dola në balkon, nuk pash njëri. Oke. Kalova nga kuzhina, në atë moment, fillon një muzikë funebër. Grupi kishte kaluar nga trotuari që unë nuk e shifja dot, ishte futur ke tuneli pallatit, kishte dalë tek oborri brendshëm. Dhe fillon një muzikë funebër. Diku më duket kam përshtypjen ose Verdi ose Schubert, një diçka e tillë. Dhe më ka bërë jashtëmase përshtypje, sepse ishte varrimi këtij personit. Unë nuk e mora vesh se kush ishte ky njeri që kishte vdekur, por varrimi atij me muzikë më bëri shumë përshtypje. Domethënë, unë një gjë të tillë kam parë vetëm në New Orleans, kur kishte një vdekje dhe ato e kishin kthyer edhe ceremoninë mortore, e kishin bërë si gjë afektive për qytetin, sidomos mbas Katrinës që ai u shkatrua. Dhe unë thash, sigurisht ato i varrosin me jazz, me Dixieland, me muzika tjera. Ne me muzikë klasike, ishte fantastike fare. Ishte një orkestër e vogël, frymore, dhe ngela, domethënë, nuk e di, sigurisht që më vinte keq për atë njeriu që po shkonte, se çdo kujt i vjen keq. Edhe unë kam pasur goxha fatkeqësira këtë kohë që kam qenë këtu, më kanë vdekur njerëz edhe të afërt të familjes. Por si edhe mu bëj qefi nga një anë tjetër, ishte një zgjidhje shumë origjinale. Muzikë e qetë, e shtruar, e rënd, duke dalë Arkivoli. Dhe madje edhe kur u fut Arkivoli, këta duke hyrë në autobus, po i binin prap instrumentave. Nëse do të kërkoja, ju përmendën njerëz të familjes, dhe më mendja më shkonte Ferdinand Deda. Nëse do t'ju kërkoja një përcaktor të vetëm për babain tuaj, çfarë do thonit? Për Ferdin? Për Ferdin unë nuk e di, unë do thoja vetëm që ka qenë një gjeni, i lindur në kohë të gabuar dhe jetuar në vendin e gabuar. Njerëz si Ferdi, unë nuk e di, unë rrallë herë edhe në botë nuk kam parë. Po flet babaja, apo po flet njëri që po vlerëson objektivisht? Po flet djali për babajin? Unë po flas objektivisht, mendoj që po flas objektivisht dhe nuk besoj që ka njerëz që mund ma kundërshtojnë këtë gjë. Të paktën ato që e ka njohur Ferdin në punë dhe e ka njohur se çfarë truri ishte ai për muzikën. Kur i bëra pyetje nëse po flet djali për babajin apo jepni një vlerësim objektiv, ishte i pyetë për gazetarin sepse në të vërtetë këtë që thatë unë e kam dëgjuar edhe nga njerëz të tjerë që kanë një marrëdhënie. Atëherë. Ishte thjesht lindur gabim në një vend të gabuar, kaq. Në një kohë të gabuar më saktë, se vendi është okay, po koha. Foto tjetër që besoj do të jetë e fundit për fatin tim të keq, sepse biseda po m'pëlqen. Pa ne mund të vazhdojmë dhe mbasi të mbarojë kjo foto. Sigurisht. Publiku mund të reagojë dhe ne vazhdojmë. Kjo është
Kemi vetëm 2 minuta ka. 2 minuta ka. Po ç'mund të themi për Elajdën. Unë vetë si natyrë jam goxha kritik, ama jam edhe shumë i ndershëm kur duhet të shpreh komplimente. Jam dhe shumë objektiv dhe normalisht njerëzit nuk duhet që të më keq kuptojnë. Për Elajdën unë kam shkruar vetëm brëm, kur ajo po tentonte që të fitonte Voice of Italy dhe e fitoi. E ndoqe, sigurisht. Gjatë ditëve tjera kur ajo ka, unë nuk kam shkruar asnjë lloj statusi për atë dhe jo sepse nuk doja, po sepse kisha përshtypjen që neve na ndjek dhe një lloj fati keq, një lloj gjëje që artistë shqiptar këte jo e rrëzojnë, jo i futin shkopinë nëpër këmbë kur janë nëpër vendet e dhe po mendoja pse mos bëhet një ogur i keq. Kur e pash dje që iku Silvia, dhe për mua Silvia ishte më kompetitorja për këtë, thash me veten time, kjo tash ka fitore në pjatë argjend, ata 2 tjerët as nuk diskutoheshin fare, nuk i afroheshin fare nivelit të Elhajdës. Ndërkohë që u bezdisa në një farë mënyrë në Facebook, kam ndonjur madje deri vonë, kam shkruar edhe në faqen e Facebookut italian, duke parë komente tip nacionalistësh në thonjza. U treguam italianëve se kush jemi ne, na nderon Shqipërinë. Për mua nuk ekziston kjo lloj gjë, nuk duhet të ekzistojë kjo lloj gjë. Elhajda nderoi vetëm veten e vet. Neve këtë e kemi bonus. Shqiptarët e kanë bonus sepse kjo gocë mori Voice of Italy, por e mori jo sepse është shqiptare, jo sepse shqiptarët kanë një talent binatyral që nuk e ka asnjë kombë në botë, por ne gjithmonë na kanë hyrë me sopat. Jo, ne kemi aq talent sa ka çdo kombë në botë. Çdo kombë ka talentuarit e vet dhe ne kemi talentuarit tonë. Thjesht Elhajda e fitoi fal talentit që i ka dhënë natyra. Jo sepse është shqiptare, por neve ta marrim si bonus dhe ta duam këtë gocë pikërisht sepse në mënyrë indirekte vetëm kur tha jam nga Shqipëria dhe tha faleminderit, atëherë çdo shqiptar bëhet krenar. Do të nxjerrë një foto tjetër, jam kurios të di edhe vetë cila foto është për të fol 30 sekonda. Pam. Oh, janë kufje që dëgjojnë muzikë. Janë kufje që dëgjojnë muzikë. Edhe për këtë mund të flas 30 sekonda të shpejta. Dikur, fundi viteve 80, kisha një magnetofon. Dhe magnetofoni kishte vetëm një kufje. Dhe unë isha i vogël, le të themi 11 vjeç, 12 vjeç, mendoja që muzika ishte mono, nuk ishte stereo. Dhe nuk e kisha idenë që duhet të vinte edhe një kufje tjetër, dhe magnetofoni duhet ishte stereo, dhe ti dëgjoje, këtu dëgjoje një kitarë, këtu dëgjoje një kitarë tjetër, si vjen stereofonia, që instrumentat ndahen. Unë mendoja që, dhe dëgjoja Jimi Hendrix edhe thoja, vetëm kjo kitarë, po shumë fat po i bika ky njeri. Mbas 2-3 vjetësh, kur fillova të kuptoja nga stereofonia dhe fillova të dëgjoja vërtet me 2 speaker, atëherë mora vesh, këtu ishte efekti, këtu ishte kitarë, dhe muzika dukte më e plot. Kur e thoja shokëve të mi atëherë, shiko, është vetëm një kitarë, ai është ashtu, wow. Pastaj e kuptuam që kishte stereo. Përmend Jimi Hendrix, pyetja e fundit, cili është këngëtari, artisti apo muzikanti në fushën e kësaj lloji muzike të lehtë, më i dashur për ty? Në fushën e rockut. Në fushën e rockut. Si band janë dhe do të jenë gjithmonë Led Zeppelin, dhe kjo nuk diskutohet. Si këngëtar, për mua vetëm Ronnie James Dio. Unë ndërkohë që bëra hapjen time, në shtëpi e kanë dëgjuar Led Zeppelinin, kanë dëgjuar këngën Stairway to Heaven. Nuk e di të dëgjoj këtu, se kisha mendjen, po këtu s'është dëgjuar, por derisa se e kapur. Ishte kënaqësi që të pata këtu. Ishte kënaqësi për mua i dashur. Ky ishte fundi i programit Jamais Vu për sonte, ku unë pata kënaqësinë të kisha muzikantin, kantautorin Elton Deda. Bashkë do shifemi si gjithmonë të premten e ardhshme. Deri atëherë, një tjetër.